Filloj me rendin e ditës. Pika e parë e rendit ditës është miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. Jeni dakord me rendin e ditës? Pro, bani atë pro, abstenim, kundra, se pastaj thoni që jo e lyta, jo se ngrita. O bebi. Abstenim ka, kundra ka, jo. Kaloj me pikën e dytë të rendit ditës. Për miratimin e proces verbalit të mbledhjeve, të mbledhjes së kaluar, datë 25/4/2025. Jeni dakord me proces verbalin e mbledhjes së kaluar? Pro, abstenim, kundra. Abstenim. Do ta kalojmë në fund, si material. Tani për këtë memorandumin, po e kalojmë që tani që në fillim të mbledhjes, që jeni dakord që ta kalojmë në rendin e ditës, miratimin e memorandumit për miratimin e bashkëpunimin ndërkufitar AOS-Vjosa. Jeni dakord? Mos fol me gojë gati, ka ke kartonin, pro. Abstenim, kundra ka. Për të futur rendite. Unë jam kundra për arsye se s'kemi asnjë info. Dakor, është për mbrojtjen e Vjosës, memorandumi i kuptimit. Faktën unë me aq sa ditë lexoj duhet Kartoni nuk ka nevojë për komente kartoni. Dita lexoj Dy kundra. Dy kundra nuk ka nevojë për ashtu. Sa për ne komente nuk vjen ashtu. Komenti si jam ushë stopi, një që më shikon do thotë pse do të. O doktor, do ta kalojmë dokumentin në fund. Kjo është afjosim apo jo renditës. Në fund, pastaj diskutoje. Jo punë, para se të kalojë shtu kisha për të thënë dyllave. Para se të kalojmë këtë. Do falem më. E para një urojmë fitore. E para, si njeri pa me shkak apo jo. Do të thotë më dhe e dyta, mirë është të vërë në lloji kjo fitoria ka një madhe. Do ta na thoshin ajo. Dhe ta i bukur e dy, do të rrepo, por në lloji të tij përgjigje. E treta, bëri një shkelje të vogël rregullore se të u do të prezident e punës apo do të zgjidh X ndërri. Rregulloria i pushtëtit lokal nuk është tani se un pas para, mas ekstrem, E ka. Po e kam, kërkoj ndjes. Do unë e parë në sa të detaj, nuk kemi ardhur për këtë këtu, ai ne kemi ardhur faqësorave që kanë votuar. Se ka tropë gjëra. Dëgjoj sa po. Këtë ato pikat rregullores, unë u thash edhe në momentin që u thash, po keni komente bëjmë. Tani nuk jemi te pika e tretë. Jo. Unë e bëra komentin. Jo s'mund ta bësh dhe ti si latifi, jo dalë se harrova do themi gjë unë tani. Po ti kalove direkt pas. Jo nuk kalova unë, u thash, jemi dakord të fillojmë në rendin e ditës, dakord. Nuk thash unë. Ti tani dhe latifi pari, ti dytin prisa harrova. Nuk e kemi prisa, po harrove mbaj në fund pastaj. Vazhdoj me pikën e tretë. Vazhdoj me pikën e tretë. Nuk e ke mirë sot. Dy kundra. Dakord. Se ke mirë sot. Po do bëna ti dakord. Kalojmë te pika e tretë deri në Fillon të debatin. Për miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% të fondit kushtzuar për muajin prill 2025. Po. Martin. Komisioni mbledhur datë 29/5/2025 vendosi që pika 3 e rendin ditës për vendim në miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% fondit kushtzuar për muajin prill. Propozoj për antarëve të Këshillit ta votojnë këtë vendim. Kemi një ushqime nga muaji mars, ata dy qytetarë që diskutuam në muajin mars, ja vendosën tani në muajin prill. Që i keni emrat aty, bashkëngjitur është relacioni,
raportin atyre që flasin. Ju si Komisioni Ekonomist, mund e di këto dalë në sistem automatikisht, po ai keni dokumentacion dhe cilit person se mund të ketë pa gjykuar për ndonjë shkelje. Keni parë këto dokumentet ose keni parë dhe jeni okay, pavarësisht se sistemi i fiksimit vetë, po këto dokumentet duhet shikohet nga ju. Janë para dhe mundi duhet para në Komisioni Ekonomist shikon nuk ka kontrolloni dhe administratorë. Po jo, si ka kontrol mund, e keni para po jo. Dokumentat dhe rrezimi nga sistemi. Po Përgjigje komisioni. Dalë mos e këtë përgjigje. Po një pyetje u bëhet ata që vetë ata Po nuk pyetje mua, i kam parë dokumentat. Ajo e Nuk pyetje mua si e mora për një. dokumentat në vazhdimsi do të paraqiten nga ana e secilit administrator në mbledhjen e Këshillit për realistë të dakor, me qëse, ne të bëjmë një objekt kontroli. Dakor, që dokumentat e do kisha dhe unë diçka në lidhje me këtu. Gjitha këto duhet të korespondojnë me ju, sepse rreth e parë doli që nuk dini se si ishin hequr, si ishin vendosur, ndryshe ishte shkruajtur, ndryshe fytej këtu në nderim. Kështu që të vinë me dokumentacione duhet të jenë të gjithë o në rregull ose pa informuar në një. Këto e shumë të dokumentacione të paraqiten këtu të jetë të jo njëri nga krahët në zgjidhje të gabimisht. Nuk ishte atë, ha? Vjetë këtu të jetë korrekta sepse patë dhe probleme për këtë që është shkuar për njëra në hequr. Kur hiqe për këtë, është e njëjta familje, sepse është kualifikuar për mungesë fondesh dhe për të mos ta penalizuar nga kjo ne kemi kaluar te fondet e bashkisë, të zonjë që ekzistuan për një kaluar. Ja, ishte një qytet dhe një lopës, po, një qytet se i diskutuam thjesht me administratorë. Hajde tjetër. E kaloj votim pastaj. Pro, abstenim, kundër. Abstenim, kundër, jo. Kaloj. Kaloj te pika 4 e revizionit. Përdorimin e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit bashkisë për familje do trajtojnë me ndihmë ekonomike për muajin prim 2025. Komisioni Ekonomist dhe Financë e lidhur dieta 29 vendosi dhe sot për votim për vendimin për dhënien e ndihmës ekonomike të fondit të bashkisë për familje që trajtojnë me ndihmë ekonomike në muajin prill. Ndryshime nga muaji mars në muajin prill kemi 4 familje. Aktualisht kemi 96 familje, nga 92 që ishim muajin e kaluar. U vendosën ata qytetarë që i diskutuam edhe në fondin, në vendimin e mëparshëm. Lista emërore është bashkangjitur për relacionit i firmosur nga çdo administrator shoqëror. I keni para materialet, që propozojnë anëtarëve të Këshillit ta votojnë për vendimin. Lista me nëndje për në kërë mos ka shkele një gjore. Mos të para gjykoni, po unë shot emra, që nësi ka emra, do që të drojve shkoni, kanë dhe kope. Kope. Interesoni në punësia dhe ka jo, se mund jenë dhe me nipt, dhe mi paguani, ka në merit. Ka që tjetër në një pjetë? Tjetër koktele, ka i kina, 2 kina, 3 kina, i paguani për një në shikoni. Shikoni se mund e shkine për një nësë. Po si kaloni që maramësh. Në ta, që kam parë emra, për të që i kanë buar, diki kanë kope për para, kanë apës kanë një dhe të vetëri. Ka në një tjetër? Në qovë se... Parte dhe kaloni që nuk e se si i kaloni, nuk i kaloni në shumë trima. O, kjo se ka shkejtë.
keni parë. Po s'ka të kërkojnë djetë, s'ka të kërkojnë. Nuk të kërkojnë djetë. Jepja mikrofonin. Kërkojnë djetë, po s'ka të nuk të kërkojnë. Nuk ka asë problem. Unë jam adaptura i një temë të falë. Dhe tema falë një të s'ka. Po shikojë. Po këtë për një verifikime i qapë mund në si komision. Ja po e thotë vëdare. Po keni për ju. Por e lisa të isho dhe unë. Lisa të isho dhe unë. Nuk mund të flasën, është puna ju, ajo. Faleminderit. Aty me mikrofon. Më dëgjojnë se po. Në qoftë se ka probleme të tilla, administratori shoqëror të kontrollojë dokumentat. Ne si komision nuk kemi për detyrë të kontrollojmë këtu 96 familje dokumentacionit. Kështu që administratori ka Po ti, Matilda, edhe gjithë ju antarët e Këshillit, atë listën që keni përballë, juve secili mund ta shikoj kë një që nuk i takon ndihma ekonomike, ta nxjerrë këtu. Kjo familje nuk i takon. Do të thotë që një sekondore, ore tani ne po kemi ore të dëgjoj mua një sekondë. Ne kur japim kaq rëndësi një memorandumi, mirë kuptimi për mbrojtjen e vjosës, edhe nuk e kalojmë. Si atë listë e kalon ti kur ti e di, ato familje që nuk i takojnë, ne t'ja hapim zyrës. 1, 2, 3, se dy ta marrim. Se ditë vërtetë do, kryetar. Po se ditë gre komision verifikojmë në listë. Po ta them hapur, që shikoni lista. Që ka parë dinun e gjithë dhe për para, po të gjithë dhe për para, dhe vërëm tim ekonomikë. Shësi ka gjithë më mund veç o pa dhe Faleminderit opozit dritar për qeneralore për fitoria që e gjithë qytetarët e Pelevës. Dhe këtë që thotë dritarët, unë jam dakord me dritarin, nuk është se ne i verifikojmë dhe njërën të gjithë njerëzit, po bashkia, njëse kryetar, administrator e njësive duhet i verifikojmë. Se është dhe përgjesi jo, po është dhe përgjesi e këtyre në mrava. Nuk duhet vinë njëri në qënë se ka lip për shdo dhe të marrë për kaj social. Do ta kemi gjithë parasysh, se ne në komision edhe në si shqiptar nuk i njëmë gjithë. Ata i them, po, edhe nuk ta njeri që nuk nga ka në vjosëm, ta nuk e pash, e lexova, ajo është për të mirën tonë, dhe unë i mendimi që ajo në biolimi që ka të bua bashkia do kaloj, se shikojmë tani e lexova që me vëmëndi, nuk ta njeri nuk nga ka në vjosëtoti, që ta për këtë në herë jashtë rendit ditës e lexuar, nuk ta njeri, dhe këtu do ketë një koment, do ketë një pyetje dhe në një diskutim. Tani merrin që më qetë, e lutem shumë, s'kem se përdasim, asë të lurasim, kemi artu dhe ajo pjana, ne nuk vim asë për le, ne vim për ata që nga kanë votuar dhe të kthejmë për kjetë të shërbejmë aty kryetarë. Faleminderit. Mos kalon komento gjërat që kemi bërë qëndrimi. Tani, këtu flisni me përgjegjësi, sepse ku jemi online dhe na dëgjojnë. Po folëm neve këtë punën e emrave që ka familje që nuk u takon, është ngritur pothuajse në çdo mbledhje. Tani, zyrave përkatëse ne nuk kemi thënë të verifikojnë. Dhe ata i kanë verifikuar e prapë kanë pruar ato familje. Do të thotë që për zyrat janë në rregull, janë okay. Tani në qoftë se ne si Këshill nuk na mbushet mendja po. Një minutë. Po çfarë thamë nuk do kaloj se s'ka të mbaroj, nuk ta shkoj. Bëni çadori për kaluar. Tani smuta bëjmë debat mbledhje Këshilli listën e ndihmës ekonomike çdo mbledhje. Në qoftë se ne kemi familje që ne i njohim dhe kanë ekonomi të mirë dhe marrin ndihmë ekonomike, hajde t'u japim emra këtu e themi që 1, 2, 3, 5 emra nuk duhet të ata që njohim. Ose hajde të ngrejmë një komision, të ngrejmë një komision, pastaj bëjmë verifikimin e këtyre familjeve që marrin ndihmë ekonomike. Po mbledhje për mbledhje nuk mund bëjmë debat për të njëjtën gjë. Zotrin që bëjnë ato lista kanë ngritur komisione, i kanë verifikuar dhe mendoj se ato familje janë familje që e meritojnë të marrin ndihmë ekonomike. Po, Këshilli, për të para se ta kaloj, duhet të nxjerrë edhe ankesat që nxjerrë, do i nxjerrë dhe me emra, dhe me familje, 1, 2, 3.
Në rregull, atëherë kalojmë te ta marrë 30 sekonda. po. Që mos i vini gjëra tendenciose, më falë, nuk e kam me tash këtë, edhe njëherë po them, nuk është përgjegjësia ime apo një këshilltari të bëjmë verifikimet e X ose Y. Ka një gjë, mund të marr çobana që në para me 2.000 dhëna, 500 dhëna, me lokave, 10 shkëm. Por është administratë. Tash unë po them shqip apo, ora është përgjegjësi për mua një ndërvotë. Unë do e ndërë votën, provën nëse nuk shkel ligji, po jam me kush. Dhe çdo mbledhje këtë pyetje kam bërë. Qoftë për 6%, qoftë për tani, qoftë se nuk shkelet ligji, okay, po shkel ligji, vota ime është domethënë në pro kod. Në thonjë, po mos mund të penalizoj X e Y, por është shkelu ligji, po them bravo, nëse shkelu ligji, ta shikoj ligji, ta që shoh. Atë po them dhe unë. Po pra aty jemi dakord. Po e kam të drejtën në çdo mbledhje ta pyes, ne ta pyes. Po jo, hajtë Po ndrejmë nuk e vënë në çdo mbledhje unë kam pyes. Dakor. Është e lishme i them, po më e kam parë. Okej. Në rregull. Sa një sjaset e këtyre që kam pasur balë. Por e nuk po them që ti s'ke të drejtë. Ke të drejtë Në çdo mbledhje në shimet e tua. edhe të gjithë ju e dini standardin tim, që unë pyes, është apo s'është e lishme? Ka, po është e lishme, okej, me të dy duar. Jo, mos është e lishme. S'po ka të Shiumi ka drejtë të drejtë komision për verifikim. Okej, po s'mund të nominoj unë jam të them ditari, që se s'është përgjegjësia ime, se unë mund të mund pa dashje mund të bie në grop, unë mund të lej vëmendje. Në qoftë se ne nuk nxjerrim emra. Po s'nxjerr emra, unë gjera mania se në 90 emra. Jo, s'as kod unë. Kod kështu e mendoj unë, jo kod. Unë kështu e mendoj, ju ke mendoj Në rregull, po është Thash, po është e lishme, nuk keni po, ka që jaro po. Ligji shikoj në konkrete. Në mënyrë konkrete, jo në mënyrë përgjithshme. Po në mënyrë konkrete nuk mund të them asnjë nga gjë nuk e po them në mënyrë konkrete. Të zyrave që përpiloni ato lista, ju lutem, verifikoni. Edhe këtë pyetje keni në çdo mbledhje, jo, do t'i mirë. Do me thënë, në qoftë se denoj familje që shikoni dhe njerë, kaloni ato, bëni relacionin për në këshill që janë verifikuar 1, 2, 3, 4, 5, edhe ne kemi rregull. Kalojmë te pika 5 e renditës. Për disa ndryshime në vendim. Mirë, kalojmë votim kjo pikë e për përdorimin e fondit bashkisë. Je dakord? Pro abstenim, kundra. S'ka as abstenim as kundra, janë dakord. Kalojmë te pika 5. Për disa ndryshime në vendimin numër 72, datë 27/11/2024 të Këshillit të Bashkisë për miratimin e buxhetit vitit 2025. Më falni, i këtyre që i gjatë, po është lexuar nga këshilltarë, duke s'u heq fjalën në spiros disa herë, se voluminar. Po është lexuar të shohën broj, kundra jo, po është lexuar të thotë drejtë. Nuk e di si mendoj unë, Spiro, shkurtimisht, sepse dhe ata të Këshillit e kanë lexuar materialin, po ju shkurtimisht në renditjen e pikave do ishte më mirë të kishim kaluar më parë miratimin e raportit për periudhën 4 mujore në vlerësimin e buxhetit, për arsye se ndryshimet në buxhet kanë rrjedhur nga analizimi i hollësishëm që kemi bërë të recursive financiare të periudhës 4 mujore. Megjithatë, me që është miratuar raporti, do të vazhdoj shkurtimisht. Bazuar në ligjin 139/2015 për qeverisje vendore, ne në 40.6 dhe pika 54 e ligjit 99/96 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, pasi analizuam hollësisht recursit 4 mujor financiar të Bashkisë TPL për këtë periudhë, duke parë dhe trendi e shpenzimeve deri në fund të vitit buxhetor, si dhe nivelin e realizimit të ardhurave për këtë periudhë dhe trendin e realizimit të tyre,
para Këshillit për miratim disa ndryshime në buxhet. E rëndësishme është të theksojmë që nuk ndryshojnë treguesin kryesor fiskal të financuar në vendimin në 72-27-2024 për miratimin e buxhetit 2025. Kemi të bëjmë vetëm me ndryshime brenda midis programeve buxhetore ose brenda të njëjtit program buxhetor nga një llogari ekonomike në një llogari tjetër ekonomike. Domethënë kjo është pika e parë që nuk ka të bëjë me ndryshimet esenciale në buxhet, as me shtesa, as me paksime, ka të bëjë vetëm me ndryshime brenda, siç e thash, brenda të njëjtit program ose të disa programeve ekonomike. E rëndësishme është që në këtë vendimarrje kemi disa propozime nga administrata e bashkisë që i shqyrtuam të tjerë në Komisionin e Ekonomisë dhe po i paraqesim në sot për miratim. Shoqata Kulturore Abetare Laborie ka paraqitur një kërkesë për sponsorizimin e aktiviteteve në vlerësimin e figurës së poetit të shkruar Petri Turka. Nisur nga rëndësia e këtij aktiviteti, propozojmë që kontributi i bashkisë të jetë në shumën 800.000 lekë. Në mbledhjen e komisionit, na u kërkuar kohësisht një analizë e preventimit të paraqitur dhe pjesën e shpenzimeve që do mbulojë bashkia. Dhe në analizë të fundit arritëm në konkluzionin shterus që bashkia TPL në total do financoj 500.000 lekë, nga të cilat 300.000 lekë do jetë donacioni drejt për drejt dhe kryesisht për punime dhe vendosje mermeri për veshjen e bustit në shumën 250.000 lekë, transport dhe montim 50.000 lekë. Këto do zhvillohen sipas procedurave ligjore të prokurimit publik dhe do bëhet me bie Këshilli në momentin e realizimit. Ndërsa 100.000 lekë do jenë punime që do kryen nga kategoria e shërbimeve publike në funksion të zhvillimit të këtij aktiviteti. Gjithashtu kërkojmë miratimin tuaj për mbështetje financiare të aktivitetit artistik Vere Portofall nga buxheti i bashkisë në shumën 500.000 lekë dhe pjesa tjetër e kontributit do të përmbushet nga donatorët. Vlera totale e këtij preventimi për këtë aktivitet është 1.500.000 lekë, bashkia do të mbulojë vetëm pjesën e skenike të ndriçimit furnisë dhe skenë. Me propozim të sektorit të kodit radarit dhe shpëtimit. Ka patur disa situata shumë të rënda në fushën e mbrojtjes së provës dhe të jetës shpëtimit. Për këtë, me propozim të sektorit dhe miratuar nga Drejtoria e Burimeve e Inxhinierësore, kërkojmë mbështetjen tuaj dhe miratimin për kalimin e një shume prej 140.000 lekësh për si pjesë e shpenzimeve të miratuara në programin buxhetor mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi për pagesat e orëve jashtë kohës normale të punës. Në bazë të kërkesave të ardhur nga njësitë administrative dhe kryesitë e fshatrave, për organizimin e festave lokale dhe për ta kryer këtë në një event në një traditë të gjitha fshatrat e bashkisë për këtë vit buxhetor, mendojmë mbështetjen e këtyre fshatrave si më poshtë. Shuma totale e financimit mendojmë të jetë 250.000 lekë dhe fshati Grupaj 50.000 lekë, Kormova 50.000 lekë, Nevisa 50.000 lekë, Meshkullari 50.000 lekë, Besinana 50.000 lekë. Në mbështetje të kërkesat paraqitur nga qytetarët, nga verifikimi në vend e propozimeve të sektorit të menaxhimit të civilit dhe drejtoria e arsimit, kodit të progresit social, propozoj mbështetje financiare për disa familje në nevojë, sipas listës bashkëngjitur që i keni këtu material. Ju falenderoj. Diskutuam të gjitha pikat që lexohet pak më parë në kryetarit. Ndryshimet ishin vetëm nëpërmjet treguesve, nuk ishte ndryshime në pjesë buxheti. Brenda treguesve kalimi nga një llogari në llogarin tjetër, kështu që mua më duket arsyeshme të gjitha ishin brenda normave standardit, bashkangjitur është relacioni që çdo antar Këshillit ka KK. Propozoj përshqiptarëve ta votojnë të prevendimin.
përshkje, edhe motiv. Pro, abstenim, kundra, ka. Kolegu, kalon, kolegu. Pika 6 e renditës, për miratimin raport për monitorimin dhe vlerësim buxhetit për periudhën 4 milione 2025. Fole për të njështë? Jo. Me vendimin e Këshillit Bashkiak numër 72 do atë 7/11/2024 është mirator buxhetit 2025 si pjesë përbërëse e buxhetit afatmesëm 2025-2027 miratuar me vendimin 71 datë 27/11. Monitorimi është pjesë e vlerësimit performancës i cili realizohet në mënyrë krahasimit të treguesve faktik të performancës në ato të planifikuara nga institucionet. Bashkia TPL administron dhe menaxhon fondet buxhetore të 19 programeve të miratuara, nga të cilat 11 programe buxhetore i përkasin buxhetit të pavarur dhe 8 programe transferuese së kushtuzuar. Për 4 muajin e parë të vitit 2025, buxheti total është realizuar 158.409.000 lekë nga 417.575.000 lekë të planifikuar ose në masën 37%. Buxheti i pavarur për këtë periudhë është realizuar në masën 134.517.000 lekë nga 356.401.000 lekë të programuara ose në masën 37,7%. Transfert e kushtuzuar është realizuar 23.882.000 lekë nga 61.174.000 lekë të programuara ose në masën 39%. Të ardhurat e veta për këtë periudhë katërmuajore janë realizuar në shumën 18.322.000 lekë nga 21.368 të planifikuara ose në masën 85,7% dhe mbi baza vjetore 29%. Të ardhurat realizuar sipas njësive administrative për periudhën katërmuajore në janë, njësia administrative qytet 89,6%, njësia administrative qendër 104,3%, njësia administrative Kurrëlesh 47,7% dhe njësia administrative Lopës 30,8%. Nga të dhënat e mësimeve rezultose për periudhën katërmuajore, buxheti të bashkisë i kanë munguar 3.046.000 lekë. Të ardhurat e realizuar sipas subjekteve që ushtrojnë veprimtari ekonomike në bashkinë TPL paraqiten si më poshtë. Numri total i subjekteve që ushtrojnë veprimtari ekonomike 502, nga këta për periudhën 4 muajore kanë paguar 85 dhe janë të papaguar 417 subjekte. Por kjo tekstuar duke nuk është plotësuar afati ligjor për përmbushjen e rezervimeve nga subjektet, kështu që jemi në pritje të një trendi më pozitiv në realizimin e ardhur. Për sa i përket pjesës shpenzimeve. Këtu janë të analizuar në material sipas të gjitha programeve buxhetore në mënyrë të shkurtuar e kemi programi buxhetor 110 planifikim, administrim dhe menaxhim përfaqëson 28.2% të totalit të buxhetit faktik për periudhën katërmuajore, shpenzimet korrente janë realizuar 40,4% dhe shpenzimet kapitale 35,5%. Programi Providesi Social Qelle për periudhën katërmuajore përfaqëson 0,9% të totalit të buxhetit faktik, shpenzimet korrente 18,5%, shpenzimet kapitale nuk janë planifikuar. Arsimi bazë parashkollor në PENI 20, realizimi shpenzimeve për këtë program përfaqëson 15,9% të totalit të buxhetit faktik të katërmuajorit, shpenzimet korrente 34% dhe shpenzimet kapitale 100%. Programi buxhetor arsimi mesim i përgjithshëm në 8.30 përfaqëson 3,9% të totalit të buxhetit faktik për katërmuajorin, shpenzimet korrente janë 49,3% të realizuara, shpenzimet kapitale nuk kanë programuar. Programi trashëgimia kulturore e eventeve artistike e kulturore 8.20 përfaqëson 2,9% të totalit të buxhetit faktik, shpenzimet korrente janë realizuar 24,5%, shpenzimet kapitale nuk kanë programuar. Shpenzimet publike vendore 62,6 përfaqëson 8,6% të totalit të buxhetit faktik për periudhën katërmuajore, shpenzimet korrente janë realizuar 20%, shpenzimet kapitale nuk kanë planifikuar. Programi buxhetor menaxhimi i mbetjeve përfaqëson 3,9% të totalit të buxhetit, shpenzimet korrente 66,5%, shpenzimet kapitale 71,8%. Programi buxhetor administrimi kryer dhe kullotave 42,6 përfaqëson 1,9% të totalit të buxhet faktik për 4 muajin e parë 2025, shpenzimet korrente 53,8%, shpenzimet kapitale nuk ka. Rrjeti rrugor rural
Programi bugetor 45-20, shpenzimet korrente 25.6%, shpenzimet kapitale 24%. Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, programi bugetor 32-10, realizimi shpenzimeve për këtë program është 4.7% të totalit të buxhetit faktik, shpenzimet korrente 20%, shpenzimet kapitale nuk ka të realizuar. Programi bugetor menaxhimi i infrastrukturës së ujit e kullimit 42-20 përfaqëson 0.5% të totalit të buxhetit, shpenzimet korrente 26%, shpenzimet kapitale nuk ka të realizuar. Mbi situatën financiare të detyrimeve të papambebra, situata financiare në shkryerjen e detyrimeve për këtë periudhë paraqitet stoku i detyrimeve në vlerë është 29.386.400 buxheti faktik i realizuar i vitit kaluar është 337.725.380 lekë dhe raporti në mjet stokut dhe shpenzimeve vjetore faktike të qeverisjes vendore bashkiake TPL është 8.7%, do të thënë jemi në një situatë normale të gjendjes financiare. Të gjithë rekusit e mësimër janë të certifikuar nga Dega e Kesarit dhe Ministria e Financave. Faleminderit. Ka një pyetje për këtë? Po. Është parë nga juristi apo jo, se shoh drejtoria juridike pa firmë. Dhe të falenderoj për prezantimin. Se shoh drejtoria financiare, shoh drejtoria juridike pa firmë. Është parë apo jo? Po është parë. Bona i kemi pa firmë. Jo, është drejt. Nisëm nga situata. Okej. Është të parë. Okej. Parë juristë, korrekt sport. Okej, tash. Jemi shumë nevojë se pa firmë. Faleminderit. Ka një pyetje në konsultivë? Jo, a edhe në motiv? Pro, abstenim, kundra, s'ka. Kryetare. Ka dy zotni atje, duket po pse duhet të rinjojmë apo ose dalim jashtë? Po letëri ka qenë të Ore, nuk kena një kërkesë, mos t'i bëjmë kod, edhe fisjarë. Edhe tani mos ta ngatron me ato gjëra tani. Faleminderit. Kalojmë te pika 7 edhe në ligj. Për trajtimin me bonus trajtimi të disa familjeve të nevojë, të cilat nuk mund të përballojnë qiran në 3 muaj lirë. Faleminderit kryetar. Përparaqisim relacionin Këshillit për miratimin e bonusit të rast për 2 familje të nevojë, të cilat na paraqitur kërkesën pranë bashkisë së SHL. Komisioni i strehimit e ka marrë parasysh të 2 kërkesat dhe u paraqet Këshillit për miratim të vendimmarrjes. Po. Ka një pyetje në këtë projekt vendim? Po. Në nxjerrjen e kërkesës, kjo çështje diskutuar dhe kisha dy pyetje në lidhje me gjështën e kryetarit këtu, spiu. Do të fjalë për brenda rrethimit Kalas. Ne ani 2-3 vjet më ti, aty po bën punim. Dhe duhet di nga kryetari ka kontrakt për të gjitha familjet që po zhvendosën në shtëpit, apo po vënë qatit të reja, po i rregullojnë, apo punët. Kush e ka përgjegjësinë? Ka për kontratën, këto do t'i bëj firma, apo do t'i bëj bashkia? Do të hyrje për ndim. Si e ka shteti, bashkia, apo firma që i ka marrë përsipër
konstruksioneve kadastri. Telekytjen nuk e Do të thotë bet llapi. bonus me qira do ta bëjë shtëpia po firma. Se mendova mos u futet në pjesa e ndërtimit. Jo. Atëherë, për familjen që do të vendosin për arsye të këtij projekti, do të mbulon nga bashkia DPL. Nuk mbulon nga projekti. A servisi Nuk e mbulon nga, domethënë, për të gjitha familjet që janë në nevojë, që nuk e përballojnë dot tregun me qira, do ta përballojnë sipas kërkesave bashkia DPL. ne kam të po ja prish shpinën ai. Po ja prish firma shpinën. Do të lutem Projekt s'ka si merr. Unë do të bëj bashkia dhe ja prish shpinën atje. Firma. Ose qytetari i bashkisë. Basta atë marrëveshjes Qytetari i bashkisë. ka bashkia me fondin shqiptar me fondin shqiptar për jetëzimin e kadastrit. Bashkia Independent në bazë të asaj ka marrë përsipër të gjitha detyrimet që rrjedhin nga problematikat se nuk e dim se çfarë mund të dalin nga procesi. Janë formatuar ndaj kada. Fondi shqiptar i zhvillimit ka vetëm zhvillimin e ndërtimit, pjesën ndërtimore, pjesën tjetër, se çfarë do dalin, dalë sociale, me zhvillose në panorme, me sistemime, me këto janë pjesë të bashkimit. Përgjithsisht kemi arritur në bashkëpunim me qytetarët që i kemi zgjidhur këto mosmarrëveshje, do të thotë dhe problematikat e lidhura. Në këtë rast një njerëz do ketë shumë të tjera. Atëherë po vazhdoj në përgjigje të pyetjes. Deri tani në bashkinë e Benin është parë vetëm kjo kërkesë. Dhe kjo kërkesë parë duke familja pjesa më e madhe e Erdhi në votim. Apo punon firma ne fitoj. Erdhi në votim. Dhe aparati bashkisë dhe që të verifikojë në qoftë se firma i jepte bonusin me qiras familjarëve, gjë që na u tha nuk i jepte, por neve lam sugjerim bashkisë që për sa kohë do të mbarojë projekti, sepse qiraja ne sot edhim votim dhe edhim qira vjetore, apo jo, bonus qira vjetore, që kalon. Në moment që ne edhim bonus qira vjetore dhe mbarimi i shtëpive është për 2 muaj, atëherë neve këtu do të përgullim që do të shikojmë në vazhdimsi sa do të vazhdojë qiradhënia e këtyre familjeve nevojshme. Në moment që mbaron, po jo, nuk është. Do dalë të tjerë. Atëherë të lutem. Atëherë do ligjë të rast pas rasti. Në këtë moment kemi të bëjmë me një familje. Kjo familje në momentin që do jemi ju ata pastaj do vitë kërkojmë funksion. projekti mbaron për 1 muaj ose 2, bonusi qiras do të ndërpritet. Kur bëhet një investim nga fondi zhvillimit, edhe bashkia ka detyrimet e veta. Ka detyrimet e veta. Do me thënë, në këtë rast bashkia ka marrë që për gjithë familjet që do u prishet shtëpia, do t'i strehoj. Siç u bë dhe për tërmetin, që po bën pallatet dhe bashkia po je bonus qiraje. As se keni dëgjuar, se keni parë. Je bashkia. Ndërtimet i bështeti, bashkia përballon qiran. Tani s'ka në gjë këtu për të shqetësuar. Erdhim në abstenim kundër. Kemi të ndavim mika 8 ditës. Për miratimin për dhënje ndihme financiare për dëmin e shkaktuar nga zjarri. Po. Atëherë kemi i paqesim këshillit relacionin për dhënien financiare për të shpërblim për një familje në fshatin Drukaj, e cila është përfshirë nga zjarri. Janë bërë të gjithë procedurat ligjore.
Dhe vim këtu për të marrë miratimin nga ana juaj për këtë vendimarrje. Dhe të vati për sekretarin Fatmir Bejko. Zjarë shkaktari. Jo të në gjithë, se dy marifeti, zjarë. Në pagod dhe atyre që i busjarë. Thoni, historikisht, Jemi në Vales. Jemi në Vales, nuk jemi në teren. Në teren në shketër. Jemi Zjarë në Vales. Okej, me që përgjave, në falë. Për terenin shkatarit i gjenë organet lektarit. Nuk ka gjë. Ne kemi dhe lek. Në rakë të përmejtës, Kam për shumë relativ shumë e mbret. Një ajo është filloj për shumë Kristina e zjarë është shumë problematik. Në shkimi është minimal të përduar. në shkimi e të përmejtës. Ka më shkime. Dhe dëmë të janë vazhdovarit. Dëmë të janë edhe lekti marrë ata që prisja. Dhe asë të nësot, ma në përvetë poharë në pari. Marrë ata se më vjetë. O, Dino. Atëherë erdhi votim. Pro, Si është pyeta një kjo? Po jetë pro. Dino Bartol. Abstenim ka? Kundra ka jo. Ka lodhe kjo. Kemi dhe dokumenti për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit për bashkëpunimin ndërkombëtar Aos-Vjosa. O bleda edhe i njerë, mos ka të li për të i si njerë. Po ta lexojnë, mos e ka lexuar plaj, si ku të flasë kom ka ditë. Po mirë ta lexojmë. Po tërë si jeni, ta lexojmë, ne të për 2-3 ditë lidhemi 5 minuta. Ta lexojmë. Ja e lexojmë tani o po çfarë? Po leximin e kapë që me vëmendje duhet për të duhet ta lloj lexoj. O ti, Po si jeni po te? sinqerisht ky dokument nuk është zgjidhjen e Vjosës së Buka, as financë, as gjë s'ka. Për ta shtyrë për të një mbledhje tjetër. Po ne nuk mund të mbledhim për Po të votoj kundra, voto për një gjë që nuk jetë shumë Voto kundra, voto kundra po po s'ka logjik. Po tani çfarë them unë nuk shtym mirë. Po është prej 20-10 faqesh. Për 2 minuta, po për një E lexojmë, po do e lexojmë. Nuk arrihet të kuptohet ai kollaj. Unë nuk e kuptoj atë gjë. Unë jem Është për votën e Vjosës. Nuk ka efekte financiare, nuk ka ndonjë që ne mund të na shasojmë. Po desa vjen për një miratim këshilli, ka një legjislacion që le kërkon. Po mirë, çdo gjë kalon nga këshilli se këshilli është pronari, jo autori. Po kërkon votimin, unë funda ja votën as për Mos e jep por jepe kundra. Po s'është logjike kjo që votim, se të pra. I jepet pse mund ta jap kundra kur të kjo mund të jetë shumë mirë. Doktor, Ose ti e di shumë mirë se këto mbledhjet votimet kolegjiale janë me vot. Ti voton atë që ke në mendje. ti i ke pastaj unë, fani. Jo ti mos ik. Ti do doktori që mund të bëj debat për këto gjëra. jo Sepse është ose bashkëtorë tani ka ndonjë la ditë të dëgjova la ditë. Ka ndonjë pyetje ndonjë tjetër? Jo. Ora e 20. Atëre e kalojmë në votim. Pro, abstenim, kundra. Pro. Grini nga kartona do punë. Pro. Abstenim ka? Jo, kundra 1. Kundra 1. E tjerë pro. na bërë pa i ta kundra. E u tani la di. Kemi dëshirën e mirë. Po dhe punë kështu nuk bëhet. Po ke qenë. Nuk jam vetë. Jo, po ti ke një dokument Nuk jam që vetë. ka efekte financiare që duhet ta shqyrtar të zbëhet. Po ta kartonit, nuk jam kartonit. Jo, po unë jam këtu tani për të plotësuar qefin e një kur janë 11
ata shilli edhe njëri thot ta anulojnë edhe unë ta anuloj. Mua nuk komandon shumica, dhe komandon, mua nuk komandon vota. Vjerë komisioni, Voto. kaloj atje. Vjerë kështu. Mirë atëre. Vlerën e deklaroj të mërë. Para se piti, ja të keni dhe ka të do të kritikojnë se për çfarë problemi kanë ardhur ku e po presin dhe